Për të favorizuar kompanitë e Ergysa Gasit dhe Ermal Beqirit, ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj vuri në dispozicion institucionin që drejtonte. Në këmbim, thos SPAK, në dosjen e siguruar nga Vision Plus, ajo përfitoi pasuritë të luajtshme e të paluajtshme. Lidhur me të ardhurat e palijshme të përfituara në formë korruptive nga e hetuara Mirlinda Karçanaj, ekzistojnë dyshime të bazuara në prova, të cilat të analizuara në harmoni me njëra tjetrën, bëjnë të besohet fakti se ajo vlerën prej 200.000 eurosh në mënyrë indirekte e ka përfituar nga shtetasja Ariola Koromani. Në disa raste ka marrë kutivere të mbushura me kartë moneda euro të prerjeve 100, 200 dhe 500 euro, si dhe ka përfituar nga persona të tjerë, lidhur me shtetasin Ermal Beqiri dhe Ergysa Gasi, ku përmendim blerjen e 3 pasurive të paluajtshme, 2 në Tiranë, 2 në Qerret. Një dhënë interesante është një faturë gjetur në një nga vilat që SPAK i sekuestroi Agasit për vlerën marramendse të pijeve alkolike që ai kishte në pronësi. Gjatë kontrollit të ushtruar në ambientet e Equos Resort, u konstatuan disa arka druri, brenda të cilave ndodheshin disa shishe verdhe shampanjë, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Arsyetohet se vlera e këtyre pijeve alkolike arrinte deri në afërsisht 950.000 euro. Shoqëria e Ergysa Gasit, thot prokuroria e posaçme, del hapur në pamundësi financiare për të justifikuar origjinën e parave për të cilat zotohej të priste fatura fiskale. Ka dyshime të arsyeshme të bazuara në prova se veprimet e shoqërisë përbëjnë një skem tipike të korrupsionit pasiv dhe pastrimit të produkteve të veprës penale, ku subjekti juridik është përdorur si një mjet për transformimin e rishfetit në formë të kamufluar tregtare, ndërkohë që kompania ka prerë fatura në vlera jashtëzakonisht të larta drejt operatorëve ekonomik. Hetimi ka dokumentuar se kjo shoqëri nuk zotoron asnjë kapacitet teknologjik apo burim njerëzor për të përmbushur objekte të tilla kontrate. Të martën në mbrëmje, SPAK njoftoi se ka sekuestruar 40 milion euro prona dhe llogari bankare të dosjes Akshi, që sipas organit të akuzës i përkasin Ergysa Gasit, ish drejtoreshës së Akshit Mirlinda Karçanaj dhe Ermal Beqirit. Sipas strukturës së posaçme antikorrupsion, prej këtyre pasurive të paluajtshme, 27 i përkasin Agasit, 5 Beqirit dhe 4 ish drejtoreshës së Akshit, por nga ana tjetër, SPAK numëron në total 52 pasuri bashkë me ato bankare, të cilave u ka ndaluar çdo funksion.